Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Shikues të emisionit pa titull, fillojmë me edicionin më të ri. Sonte me neve mysafir është o koni famshëm, kitë njerëz e ka njoftë në bazë zoni. Pa emër, pa kurgjeq, pa titull, pa kurgjeq, kitë e kena ngun radio, e kena ditë në bazë zonit kush atë kështë është i njeri që ka kontribu shumë në skenën e muzikës, se kohën e fundit është shumë person i kërkuar pe moshave të ndryshme. Me neve sonte këtu është Xuxi, gjej rasti me t'u falendëru shumë që ki pranuar me konë pjesë e këtij emisioni. Faleminderit shumë Deni Boj. Më spari, faleminderit për ftesën. Për ndryshe është definitivisht kënaqësi, po përveç tjera është njemi ka herë, kemi qenë kolegë bashkë me mediumin publik. Mandej, unë kom vazhdu aty, jetat për plas, kërkon ma mirë, kërkon diçka tjetër. Por e mira është që je ende me media, kur fillon me media, problema mu largu prej mediave. Kështu që, faleminderit për ftesën, Deni. Faleminderit. A ki mujt me rregullu gjumin prej Big Brother është aktual puna sajna dhe përdu me vetë, a ki mujt me rregullu gjumin, a ki mujt me ardhë në stabilitet, se prime është një farë, s'pedi që që ki përballu atë farë. Ideja është, vetë, po menoj, si produkt Big Brother është, i mramti me ra, i pari mu zgju. Kështu i shdo është me konë për me konë sa ma aktiv. Por, deshte, flanë kur flanë gjithë, e mandej zgjimi është çështje ndryshe, dikush e ka ma letë më zgju. Unë një të mire kum pas që momentin që është ndes drita, pa marrë parasysh akum ra në ora 5 mëngjes, drita që ndes, më falni si më ftof pak, drita që ndes në ora 8, ndoshta mas 3 orëve, momentin që është ndes drita, e kum di atë zhurmën para se më ndes, një farë zhurmë e vogël vjen, unë me njerë ju zgju, nuk muj me flajt me dritë vesh, me muzik loud, do me thonë muzik të nalë që të lëshojnë aty për më zgju. Po shumica se kam pas problemeve që kanë mbulu kokën me arganë dhe ka vazhdu dhe në 12 dhe po që është një farë eksperiencë në vetë. Kur erë puna me vendos me shku, desh më pregadit psiqikisht, tu e di që në diçka shumë e re për ty, me njerës pa njofton, reagimin qysh, shka, tek. Adin qysh, Deni, ideja është që unë 5-6 muj më herët, bile kum pas një intervistë dhe kur më kanë pyet për ftesa që mu ka bu për anës tjetër, për Shqipëris, para 2 viteve, Big Brother? Pse nuk e kum pranu, ka qenë, ashtu si që më dhe deklaru, do me thonë në atë intervist, për shkak të besimit, të fesë, religioni, praktikimit, qa gjana që binë kundërshtim me njëna tjetër, por mas 5-6 mujve prej asoj deklaratës, ka ardhë puna që unë e kum hynë Big Brother. Edhe për shembull po e marë, ata që e kanë pat intervistimin, atë deklarat, edhe ma 6 muje kur më kanë pa mrena, kanë mujtë me thonë, tash, a ka ndryshu religioni, a ka ndryshu Xuxi, por unë them që momenti ka ndryshu. Qëllimi ka qenë ajo finalja që më ka bo me hynë në këtë avantur të VIP Big Brother Kosova 3, edhe do me thonë si ftes nuk ka bo, jëm shku atje, kum bisedu me ta, dorën zemër, kur kum shku, Deni kum e nu që Alaudini kam e mprit, edhe kum thonë për hir të korektësisë, që unë ju kum ranë men, si Xuxi, edhe mosha jam e kretë, edhe kanë besu që unë muj me konë një prej atyre karaktereve interesante, ku thonë, po shkoj edhe, pithom në rësy që faleminderit, po, nuk muj se... e ki mendu edhe to? Jo, po që ashtu ju më nisë. Dhe kur kom shku aty, ka prit dikush tjetër, respektivisht Olsa Muhameti, e cila, apo Mehmeti, vjen kesh nëse po ka bëjmë bjemnin, cila ka qenë autorja
Big Brother këtë vit, dhe personaliteti saj, karakteri edhe pritja e saj më ka po me najt 2 orë. Dhe me thonë, ju më shku për 10 minuta dhe 2 orë kemi ndajt bashkë, nuk këm ja përgjigje aty, por mandej këm bisedu me gru, me fmi, motra, me shok, që i kam në gusht, do me thonë, dhe shumica për tyre kanë qenë për po hynë, se jalan bara që ranë, ka qenë e vështirë. Fati jam i mirë është deni që unë nuk kom pas shumë Big Brother meret, nëse thëmë që i kom pas 3-4 prajma jo të tërë, Po të kuptoj. Sa me më kysh me pa diçka. Tu kalu në për kanale, edhe nuk kom pa ma shumë. Bile kur ju më dalë, më ka thonë gruja, të kishe i 2-3 javë ma heret, veç me sërsh, me qysh, të kalu me qka ka pas qysh. E kishe ditë ma milion, këmë thonë, me pasion, 2-3 javë ma heret, me pa realitetin e Big Brother, unë nuk isha pranu kur me hy aty mrena. Sepse nuk e kom pas të kjartë që, unë kom mendu që aty po hy si një 5-6 vjeqar, si gjudz, kuptimin i njërë, si këngëtar, si autor emisionin, media, i pranishëm, do me thonë bagazhi jam, përvoja jam e jetësore, shkollimi, muzika, Evropa, kuptimin, unë jam gjenerat që vitet e 80-ta, kom dalë jashtë, 90-ta s'kina pas qare pa dalë jashtë. Do me thonë, krejt ato bashkë mi bo edhe me prezentu vetën tem si karakter aty mrena, por asë njerë se kom mendu që kam i qenë, pezojmë Deni Boj që i ka 25-6 vjeç, për marë që shembull, dhe të presin shumë mirë, që unë kom hy një javë ma vonë, por mas nej për diçka të thjesht me të thonë mbyllë gojën, shërë më ratë gojën, kuna pi thubre ti, ajde mëre më shumë shërda, ti po më ka qënë, qka din ti, e gjona tila, sinqerisht nuk është e letë, bile herën e parë kur më ka thonë, dikosh, s'po tu me përmen në emra, jo më shtongë, ku pas në hion. Po ma ndej... Këti thunë si një lloj degenerimi është të mrena, dhe s'ka respekt, s'ka... Qashtu, pe jashit. Sepse, diqos, si kur të kishin qenë aty, njëset, unë e kuptoj që karakteret qenë të ndryshme, por edhe kur më kanë fëtu, këmë thonë, është e tepërt të quhet një Big Brother, qoftë Kosovë, qoftë Shqipëri, në rajon VIP. VIP o Donald Trump, VIP o, do me thonë, një tjetër nivelli njerëzën, kuptimin e jetës tyre dhe gjithçka që bëjnë gjatë 24 orëve, do shta ma mi kishtë me qenë fytyra publike, FP. Po ma shkot ashtë i VIP. Po, por ma ndej nëse i shojmë karakteret mrenda, publiku jo mi sigurt që Rovenën, Xuxin, eventualisht edhe 2 emna tjerë i ka njoft prej ma heret, kanë dëgju për ta. Po Drenusha, po kusho Pa shambull për po si shambull, qashtë. Po, do me thonë, në anën tjetër janë, do me thonë, dikun 80% karakteri që ata po që janë këngëtar, në fillimet e tyre, gazetar. Po jo nëse krasime dikon që ka një përvojt madhe. Absolutisht, edhe, do me thonë, sepse nëse kishim qenë ta që i kështu me bagazh minus plus, si unë, matë një orë, atër edhe qasja mrenda kishtë me qenë ndryshe. Ndryshe, po. Po këta e din punën e vetë edhe për këtë arsye bojnë kështu një përzgjedhje që jo, sepse unë aty këmë thonë, qka do që bënë t'i Deni? Shamu për marë nëse rëfimi jetësori, se cilit është një falë ndjenje dhe mshurie, edhe nëse e përlap gjysore më herët, ju më përlap me ty për shambull, qa që keq, kur ka darë rëfimi të jetës, shambull,
unë ju mërzit për rrëfimin tonë tjetës, të kalumën tonë, problemin që ke pas. Por këtu, të quaj kështu, dhimbja, loti, këtu janë interesante 24 orë. Ajo qëfar mbetet, bot virale, meme, tjera janë ofendimet, debatet e nxehta, sharjet, gjanat e tilla. Sepse Qashtu është. Formati i tillë që ato gjanat ju bojnë njerëzve për shtypje. Ty njerëzit kanë njoft me muzikë një gjenerat që të kanë ngut, kanë përcjellë në për neja, që u majke bum ruma që janë të biblioteka në jena mrapa në sesion gabim. Po, absolutisht. Mandej në radio të kanë ngu njerëzit, si në atë kohën radio shumë, njerëzve kanë ngu shumë radio. Edhe zoni atë konë shumë karakteristik. Edhe, po për gjeneratin e re, 14, 15, të poshtë, se kanë ditë njerëz, kush atë zuzi. Në që si jamër jo, me ditë kongë, dhe s'ka do të shoftë. Pa ka të pengon se tash ki bo famë, edhe pi ma të dvegjërve, nisë në përshamë, pi djallit tëmë, që një moshe re, edhe i dinë zuzi. Ti jeni person që e frekuenton me jesë bajke shumë, në për qytet. Edhe, a i pregadit për që të famën, ata ka marrë meja që këmë konë që kjo famë? Unë nuk e kom pas iden që e di që Big Brother shqyqohet, por që shikohet në të mas, sinqerisht ndoshta ju njësë prej vetës, familjes tamë, jo pse na jemi ma të mirë nëse nuk e shqyqohet, asnjëherë, por ndryshon qasjet, e ki parasysh koha, shumë qka, edhe qka të pëlqen me shqyqu, nëse është një lojë e futbollit, unë s'ka tjetër qka që më shtin me këqy përveç qatë lojë, sepse jam futboltasht shemull, ose sportasht. Por nuk e komendu as njerë që formati Big Brother, VIP Kosova, mundet me pas një impact, një feedback të tillë që kur del prej aty, për një me që i thonë, mos me prek me kom në për tokë, që unë jam gjithmonë me kom në tokë, gjithmonë kom qenë, edhe në ditë e mija të rinis, mas luftës, kur jam konë shumë ndë në 2010 në aktiv, po ma ndej varë të jetës, Qojnë të tërka, pa dashë është do diçka në familje, kur është shëndetje, në veçanti fëmijët, prindit, qene, atër gjanat që i ke bo dhe i tje, kanë qenë primare për ty, bon sekundare, edhe kështu, por thamë, pa marrë parasysh që unë kom hy për një qëllim, qëllimi im ka qenë me fitu çmimin kryesor, kom të regu edhe aty, nuk kom hy me bo famë, por tash, pasi që kom dalë, unë them që nuk ka pare që ty mundet me ta jep qatë respektin, famë, ose ta quaj me të njoft njerëz ka shumë. Dhe i përmene, unë mu më ka njoft që në Kosovë si Shqipëri ose edhe në Mërgat, kudo që ka shqiptar, për shkak të punës që e bojmë, se nuk jena na ma të mirë se ai tjetri që është në kamerë, për shembull, nuk e shohin, ajo është djallë dhe maj mirë se unë e ti shembull, por puna jonë është e tillë që njerëzit na njohin. Edhe, por ajo çfarë kom arrit që me asgjë nuk kisha mujt me arrit, është që, për shembull, fëmijët që më vjen prap keq, fëmija 6-7 vjeç, nuk ka çka këqyr Big Brother, sepse është plus 18 fundi. Por, nuk i akuzoj prind, sepse ndoshta prindi as vetë nuk e shiqon. Por nëse fëmija ka akses në internet, një telefon, një të menqor, një laptop, një kompjuter, e që zakonisht sot që thojnë për mjam shqerë gojën fëmis me lonë ratë prindin e sene, si bon për shqype e që apë telefon sene, atër aj ka mu njëftu me Big Brother edhe me karakteret personazhe aty mrenda, edhe mandej mi pëlqy dikush ose me dislike. A është e lodhshme për ty që kjo fama? Tani, kontakti non-stop me njerëz, tash je deshës i je fytyrë edhe ai emër që tash ke ditë. Absolutisht. Pra po të them, unë punën që e bëj, e kam punën në mëngjes, do me thonë 9:30 është Metropoli që tash ka hy vitin e 21, si emision i përditshëm, një projekt që ka pas sukses të pa imagjinueshëm në atë kohë,
nuk ekziston një emision radiofonik në radio në rajon që ka jetë gjatësi më të madhe, do me thonë, sepse 21 vjet është kosha problem me konë ti, shpo du me thonë, kryesori, po në atë timing, unë gjithmonë kom thonë, nuk jam unë ma i mire, asë njëherë, por në kohën kur është emisioni jam, ma mirë se unë s'ka. Sepse ti ki shumë radio, shumë emisione që... E vërejt me ndëgjshmëri që Por, deshta mund të lidh me këto çfarë tha Deni që, do me thonë, më ka njoft njerëzit prej zonit, prej ftyrës, por sepse fëmia është pa kur far interesi, është shumë, do me thonë, është ashtë i qiltër, është pa rana, pa dallavere. Edhe kur të dojnë fëmia atëherë, me të vërtet është një knatësi e veçantë. Edhe po thom, kjo moshë, do me thonë, po i marrë adoleshenca, 12, 13, 14, sepse për para pubertet në adoleshentë jekun me 5-16 vjetë, sot me 10-11. Like, dje me vajza. Por kjo moshë, do me thonë, 12, thom deri 25, 6, 7, 8 vjeç, kjo moshë që ose nuk zgjot shumë herët, ose zgjot herët që shkon në fakultet, nuk e ndiqon radion, nuk e lëshon televizorin me shiqu, nuk ka në televizor. Po, pra, edhe ata është vështirë mi kap si target. Por ky projekt, do me thonë, ky Big Brother, ta mundëson që edhe kjo ky target, kjo mase njerëzit që është koqa e madhe, sepse ne jemi popull me një moshë koqa 3 krahasu me Evropën, dhe është kënaqësi kur të ndalë fëmia dhe do të më fotografu me ty, është kënaqësi. Gjëza pengojmë një këngë për produktit tënë, mandena po kthehemi prapë tash te muzika. Okej? Hajde, shkojmë në diçka për Zuzet edhe mandena kthehemi prapë në emision. Kjo punë te për usra
Gjus, po kthehemi pak te muzika. Atë merr malli për atë kohën e neja që ka pas shpirt Prishtina me neja të muzikës ndryshme. Prishtina ka qenë shumë e gjallë, po ende është e gjallë, po kur si aktiv atë duket që po ndoshta nuk është si atëherë. Edhe pse ka qenë më ndryshe natyrisht, sepse pas luftës ka pas shumë pak këngëtar, ka pas muzika ka ardhur duke evolu, domethënë, edhe zhanret, domethënë hip-hopi, rapi, kanë qenë në ardhje sipër këngëtar që i kisët brenda një ore 3 herë të alshojnë, në atë kohë kanë qenë në fillimet e tyre të panjohur, kanë ardhur në koncertet mia, i kom shumë jarana, dhe por ka qenë ndryshe natyrisht. Tani jam merr malli krejt me kohë, por faktikisht që ky izolimi jam 3 mujor në Big Brother ka bo edhe që kjo impakti që ka pas me u rikthy edhe njerë në muzikë. Për momentin jam me 3 këngë. Okej. Nësë që thëmë projekte se po më duket si shumë e madhe, po 3 këngë. 3 këngë cilat thuja se janë të përfundume, minus plus. Ndoshta kjo javë që s'ka përfundon. Janë 3 këngë të ndryshme njëna me tjetrën, kuptimin e zhanreve, por jo që me dalën prej vetës asnjëherë. Një këngë kemi bashkë me Andosin, rockerin e Ferizojt, që e kemi pas një këngë, e kemi punu në 2008 në Amerikë, në Austin City, kryeqytetin e Teksasit, edhe mbas 17 vjetëve prapë po vi me një këngë. Bile, kur flas për kështu duete sene, duket pak e çuditshme që ka po shoh kohëve të fundit. Për shembull, emrat kryesor që janë në sot në për televizionin radio tona, bojnë duete njëri me tjetrin, e kuptoj që unë ti jena të famshëm edhe përbojmë një këngë, një duet bashkë, që njerëz me na pa bashkë, po jo 4 herë, 4 këngë mi boj duete, po menoj pak e tepërt, që po du me përmen emra se kiti kom shoqe, por si thash, që i përket muzikës ka dhe do oferta, besoj që ku me pas bashkëpunim edhe me këngëtarë që më kanë pëlqy, e që nuk kemi qenë, ndoshta se kum pas hapësirën me u lidh me ta, me përmenin një emën që më pëlqyen shumë, më ka pëlqy prej momentit parë që ka dalë është Fifi, këngëtarja shumë e lezetshme. Edhe ajo e Ferizojt. Edhe ajo është hitmaker, po. Edhe, do të thonë, ka hapësirë për me prodhu muzikë, sepse unë edhe pse s'kum prodhu, kum qenë aktiv, do me thonë, unë gjytëria gjatë muajit, kum qenë në Prishtinë, Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren, do me thonë me muzikë, por kur prodhon, atëherë njerëz kanë mundësi më shumë me të pa, edhe me të njoft, por që janë produkte interesante dhe besoj që në fund këtij muajit, respektivisht maji, veç ka me dalë kënga e parë, me videoklip, bile një këngë që kom përfitu si finalist në Big Brother, dhurata ime ka qenë një këngë, do me thonë, komponimi, kompozitori, kënga, do me thonë, tek shkruci, klipi, krejt, do me thonë, financohet prej Plan Kosovës, që i falenderoj, edhe po me pa me punu, unë kom mri një moshë, që gjysh po pres më po këto ditë, edhe, por derisa ndihna mirë, edhe duna pashtu me cikë që dallon pak, kur i ki 5-6-7 vjetë,
muzika që bëj unë, me një 5-6 vjeçar që bën muzikë tjetër, në paraqitjet e tyre, performancat, ndoshta nuk jemi të barabartë. Në pagesa jo se jo, do të thonë, na marrim ma pak, por edhe në gjithë ato çfarë duhet bërë në ato 2 orë gjys, sepse është ndryshe kur performon live me band, ndryshe është pak kur shkon me matrica. Zos ti ki bo muzikë edhe vitet të 80 në kurizin e famshëm, kur ju në majt në ajat ndryshme. Je pjesë të ri etapave të ndryshme. Bludi, ok, perfekt. Papilloni. Qa kun shpela nëse s'ka bëj? Ka pas, po shumë lokale, po. Nëse marim krahasimin e qasaj kohës, të 80-at, me të 90-at, nëse marim kohën e mesme mas luftës, që më bo nejat të hatashme, u konë një kohë diçka, u konë euforia, të mos jena konë, dy qysh kena ditë mundi. Edhe jena konë të ri. Bravo. Edhe nëse marim këtë kohën tashti, cila të kish pëlqy, ose cila të flenë ma shumë, me bo prapë në qasin kohë muzikë? Tani, vitet e 80-ta, me prodhu, me incizu këngë, nuk ka qenë e letë, jo. Sepse ka qenë veç një studio ose 2 në konë kejtë. Një mundësi ka qenë të 80-ta, vetëm Radio Prishtina. A vetëm Radio në Vetëm Radio Prishtina, sot Radio Kosova. Por mandi vitet e 90-ta, kanë fillu edhe studiot më bon, në atë kohë ku mungu kom qenë në Gjermani, kur jo më këthy, nëse kisha zgjedh një kohë sa i përket muzikës, atëherë është pa dyshim pas luftës, 2010, unë kom qenë në 2004 më kom pasar me album dhe kom qenë shumë aktiv. Por, si thash, dalojnë këto vite. Apropo, po më kujton në pyetjen tënde, bile më kujtove që kënga me Andosin që kemi punu, teksti i këngës, se s'po du me tregu ende emrin e këngës, por është një këngë, një tekst, një mesazh për mu, ku hynë edhe ti edhe pse je një 3-14 vjet më i ri son, po edhe ti, gjenerata jote, po thëmë, ndoshta e fundit, kështu prej vjetëve po flas, e për mi që kanë jetu vitet e 80-ta, pa telefona, represion, protesta, ora policore, greva minatorëve, lufta, çlirimtare, shumë çka do me thonë, edhe krejt ato përfshihen, do me thonë, na kina jetu pa telefona, kina jetu pa internet, e kemi arrit kohën e telefonave, internetit, do me thonë, asë njerë s'ka me ditë djali jam, që është 26 vjeç, është, do me thonë, kalin gjatë luftës 99-ën, nuk ka me ditë qysh është me jetu pa telefon, pa internet, pa informacion të shpejt, që ti që ka ndodhë real time, ti e merë vesh me njerë. Shumë e pakapshëm. Absolutisht. Por, po, edhe vetë teksti i këngës, mesazhi është këgja një këngë që me Andosin është, ta thëmë kështu, është derdhë edhe ndjerës edhe dije, jo vetëm kënga që Andosi është kompozitor natyrisht, gjithmonë më ka flajt, por edhe teksti, do me thonë, sepse gjithmonë për me më pëlqy një këngë, mune me më pëlqy kënga si ritëm, por nëse ka tekstin e mirë, atëherë kënga mbjeton gjatë. Teksti, kënga e mirë, me një tekst të mirë, e bën këngën me mbjetu gjatë. Ndërsa kënga e mirë, teksti, aja është hit mrena vitit, verës, ose pra verë, dimër, vjeshtë, mrena një vitit, 2, edhe më ndej harrohet. Gjos nga veqina në fund të emisionit, një herë faleminderit për kohë. Faleminderit shumë, Deni, ndoshta pasi veç jam këtu, për publikun e gjanë, me ju tregu që shumë shpejt, po besoj që ndoshta muaj maj, do të kenë mundësi të gjithë ata që e dojnë televizorin, me pa Xhuxhin me një
projekt të ri televiziv në Radio Televizionin e Kosovës, aty ku jam që 25 vjetë. Edhe me një Saturday night, do më thonë, shtunë e mbroma me Xhuxhen, një emision që s'mundet me qenë ndryshe shumë prej se na ujnë në gjithë, nuk muj me zbulu, po më u zbulu ka herë. Do me thonë, por do t'jetë një emision original, atraktiv, energji pozitive, muzikë, do me thonë, kushdo që të vjen ka me ndi vetën mirë, edhe ka më knoq për ato 60 minuta sa ka me qenë aty, edhe shpresa ime është, apo kur filloj një projekt, ideja është që nëse arri me atë emision që pezojmë deni, po të marrë ty shemë, po marrë tjetër kanë, thot, e thirë dikush shtunën e thot, apo shimi sonde, dhe e thot, ju, a din qka, e lojmë mas emisionit Xhuxhet, ose, sonde s'po dalë që është emisioni Xhuxhet, atër, ja ku marrë i qëllimit. Dhe më thonë, edhe pse gjysh, pritë më po shumë shpejt, vazhdan me kulturë, me moderim, me kredo. Gjysh nub, më thoi ka i gjesti, gjysh nube, po, njubi, edhe, po, tani, pa dyshim që mosha e bënd vetëm, por kam një energji të mirë mrenda me, një energji pozitive, uroj që këtë energji pozitive të shpërndaj tutjet e tjertë, edhe pse jo fundit, na çfarë që bojmë, nëse bëhet mirë, atër ka mu pranu mirë, nëse jo, atër shpejt e kryn atë punë. Gjus, faleminderit. Faleminderit ty, Deni, edhe uroj që edhe ti shumë shpejt mu këthy, ke qenë shumë atraktiv në kohën tënde, por që thash jeta nga njerë që në ndej ka ti se paramendon fare edhe më ndej diçka që e ke dash shumë, që e ke pas primari muzikën, mon nuk është qashtja dhe më ndej që të mbesin pak më mbrapa. Pak mbrapa. Shikues të nderuar, kaq që për sonte shimin në emisionet e radhës. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.